Arabia Saudite bombardoi qytetin portual të Jemenit Mukalla të martën për shkak të asaj që e përshkroi si një dërgesë armësh për një forcë separatiste atje, që mbërriti nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Emiratet nuk e pranuan menjëherë sulmin. Sulmi sinjalizon një përshkallëzim të ri të tensioneve mes mbretërisë dhe forcave separatiste të Këshillit Kalimtar Jugor, i cili mbështeten nga Emiratet. Ai gjithashtu tendos motej lidhjet mes Riyadit dhe Abu Dhabit, që kanë mbështetur palë të kundërta në luftën 10 vjeçare të Jemenit kundër rebelëve Houthi të mbështetur nga Irani, mes një momenti shqetësimi në të gjithë rajonin e gjerë të Detit të Kuq. Një deklaratë e publikuar nga Agjencia Shtetërore e Shtypit e Arabisë Saudite njoftoi sulmet, të cilat u thanë se erdhën pasi anijet me armatime mbërritën atje nga Fujairah, një qytet port në Bregdetin lindor të Emirateve të Bashkuara Arabe. Duke marrë parasysh se armët përbëjnë një kërcënim të menjëhershëm dhe një përshkallëzim që kërcënon paqen dhe stabilitetin, forcat ajrore të koalicionit kanë kryer këtë mëngjes një sulm ajror të kufizuar që synonte armët dhe mjetet ushtarake të shkarkuara nga 2 anijet në Mukalla. Thuaj në deklaratë, nuk ishte menjëherë e qartë nëse kishte viktima nga sulmi ose nëse ndonjë ushtri tjetër përveç Arabisë Saudite mori pjesë. Ushtria Saudite tha se e kreu sulmin gjatë natës për t'u siguruar që nuk kishte dëme anësore.